Nis aksioni opozitar, PD proteston sot para kryeministrisë. Partia Demokratike do të protestojë ditën e sotme para kryeministrisë. Protesta do të mbahet në orën 18 përpara kryeministrisë, ndërsa PD ka bërë me dije se do të jetë e përjavshme. Protesto për familjen, për ekonominë dhe për demokracinë, thuhet në posterin e protestës së Partisë Demokratike. Kreu i PD Sali Berisha në dalje të tij të mëparshme ka bërë me dije se do vendoset një foltore përpara kryeministrisë, ku sipas tij, një herë në javë deputetët dhe qytetarët do të mbajnë fjalën e tyre. Një ditë më parë, Berisha tha se kjo protestë vjen pasi sipas tij, opozitës po i censurohet fjala në seancat parlamentare. Nesër Partia Demokratike ndërmer hapin më të rëndësishëm kundër narkoparlamentit, të kontrolluar me Maduro, fillimi i platformës parlamentare përpara kryeministrisë. Kjo është alternativa e vetme që mbetet, pasi parlamenti kalon qeverinë, programin dhe buxhetin pa debat dhe në kushtet që opozita lejohet të flasë vetëm një herë nga 9 seanca parlamentare, shkruan Berisha.